Kryeministri Kurti, ftuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Davos, tha se Kosova dhe Shqipëria janë një këmbë i vetëm. Kosova në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdon të pozicionohet si një faktor aktiv në iniciativat globale për paqe, stabilitet dhe siguri ndërkombëtar. Pjesëmarrja e kryeministrit Albin Kurti në forumin ekonomik botror në Davos u shfrytëzua si një platformë e rëndësishme për të theksuar rolin e Kosovës si një shtet demokratik, propërëndimor dhe i përkushtuar ndaj vlerave euroatlantike. Në këtë kontekst, Kurti nënvizoi rëndësinë e aleancës strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e cilësuar atë si shtyllë kryesore të paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Deklaratat e tij Kosova dhe Shqipëria një kohë u interpretua si një theksim i lidhjeve historike, kulturore dhe kombëtare ndërmjet dy shteteve shqiptare brenda kornizave të respektimit të sovranitetit dhe rendit ndërkombëtar. Ky mesazh synon të forcojë bashkëpunimin ndërshqiptar në fusha si ekonomia, arsimi, siguria dhe diplomacia, duke kontribuar njëkohësisht në stabilitetin rajonal. Në Davos, Kurti theksoi se paqja nuk është vetëm mungesë konflikti, por ndërtim i institucioneve të forta, sundimi i ligjit dhe zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës. Kosova sipas tij është e gatshme të jetë pjesë e zgjidhjeve globale, duke dëshmuar se edhe vendet e vogla mund të kenë zë dhe rol të rëndësishëm në promovimin e paqes dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.